Sa i përket presidentit, ju e dini edhe e keni të qartë si gazetar që kushtetuta jonë qëllimisht e ka bërë një dallim të rëndësishëm mes mënyrës së zgjedhjes presidentit edhe qeverisë. Qeveria zgjedhet me një mazhorancë e cila është e thjeshtë në Kuvendin e Republikës Kosovës, mjaftojnë 61 deputet për ta zgjedhur një qeveri, por të presidenti, të institucioni presidentit dallon kjo. Dhe kjo në kushtetutën tonë, prej atyre që e kanë konceptuar në fillim, edhe që kanë marrë pjesë në përpilimin e saj, me siguri, ideja bazike ka qenë që një mazhorancë e thjeshtë mos me pas garancinë që vetë me zgjedh presidentin. Mos me mujt me zgjedh vetë, po me qenë kjo një farloj i bashkëpunimit, edhe me forca tjera politike, për me mujt me ardhë deri te një numër i nevojshëm për zgjedhjen e presidentit. Kështu që kësaj radhe, unë nuk po foli me emrat partive politike, se nuk është vendi këtu, po flas me konceptet e mazhorancës në Kuvend të Republikës Kosovës. Ajo mazhorancë që është prej 66 numrave në Kuvendin e Republikës Kosovës, ne jemi bind që nuk ka mundësi përmes një emri që propozohet, një emri i njanshëm, ta marrim edhe votën e garantume të opozitës, për mi botë edhe të vota. Ky është konstatimi i mazhorancës. Nuk po them që është absolut, sepse gjëra absolute në politik nuk ka. Ka të përafërta. Po me përafërsi, ky është konkludimi i mazhorancës. Ndoshta e kemi gabim, ndoshta e kemi mirë, po kjo është konkludimi. Pra konkludimi është që përmes një emri të përveçshëm, na mos me mbështet për muri opozitën. Në thonë, kjo është dhe këtë duhet ta votoni. Pikërisht për këtë arsye, Kryeministri Kurti ka bërë thirrje mi taku partitë politike, kryetarët e partive opozitare. Deri tash i ka kry takimet, pra i ka pas par dje edhe dje takimet kryesore me zotin Hamza dhe me zotin Abdi Gjiku, dhe unë mendoj që kjo është lajm i mirë për Kosovën, është një pjekuri e re, edhe vetë skenës politike dhe institucioneve tona, sepse është një përpjekje e mirë, e sinqert, që së bashku të mund të mos pari të ulemi dhe ta kuptojmë njëri tjetrin çka po synojmë. Më saktë, sepse keq kuptimet më të mëdha po lindin kur nuk po merremi vesh bashkë mirë, çka po dojmë. Kështu që kur liderët e partive politike, edhe si opozitë, po edhe si mazhorancë në Kuvendin e Kosovës, ulen, diskutojmë për orë të tëra, për procesin që e kemi përpara, kjo është një lajm i mirë për Kosovën, konsiderajon, dhe pranë... Urna? A jam unë opcion? Jo, unë menoj që nuk është full, nuk është tru në këtë kontekst. Po ta kishte qasjen mazhoranca që do ta propozoj një president televizjes vetëvendosje, unë menoj që ajo është pikërisht që ajo që thashën fillim po dojna me shmang, se kjo është me qitë opozitën para aktit të kry. Me thonë, kjo është dhe duhet ta votoni. Ju duhet ta kuptoni që kjo nuk është qëllimi kësaj radhe i mazhorancës. Prandaj kemi vepruar në tjetër mënyrë. Faleminderit shumë. Këto janë koordinatat në cilat po veprojmë.